Me teknologjinë më moderne dhe kontroll të përditshëm. Sipas një hetimi të publikuar nga prapaskena.al, analizat e kryera nga gazetarët investigativ, të konfirmuara edhe nga kontrollet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, kanë zbuluar se qumshti dhe nën produktet e markës Lufra nuk përputhen me përbërjen e deklaruar në etiket. Në këto produkte janë konstatuar përzierje me niseshte, qumësht pluhur, ujë, vaj palme dhe në disa raste edhe aflatoksin. Një substancë e rrezikshme për shëndetin e njerëzit, pavarësisht se produktet reklamohen si natyrale dhe me yndyrë qumshti. Prapaskena.al raporton se produkte të ngjashme problematike janë evidentuar edhe te marka të tjera të njohura në tregun shqiptar, ndërsa Lufra rezulton ndër më të kontaminuarat sipas analizave të pavarura dhe denoncimeve të qytetarëve. Konsumatorët kanë ngritur shqetësime të vazhdueshme për qumës të holluar me ujë, produkte të skaduara dhe pranitë aflatoksinës. Sipas prapaskena.al, kontrollet e akus në qarkun e Vlorës tregojnë se nga 26 mostra të marra gjatë periudhës janar-prill 2025, 10 kanë rezultuar mbi normat e sigurisë ushqimore, duke nxjerrë në pah një problem serioz për shëndetin publik. Ekspertët e sigurisë ushqimore theksojnë se përdorimi masiv i vajit të palmës në industrinë e qumshtit lidhet me uljen e prodhimit vendas dhe rritjen e kërkesës, por kjo praktik përbën rrezik kur kryhet pa transparencë dhe pa kontroll të mjaftueshëm institucional. Raportimi i prapaskena.al nënvizon gjithashtu se kompania Lufra ka përfituar qindra mijëra euro nga fondet e Bashkimit Evropian dhe buxheti i shtetit për bujqësinë, ndërkohë që fermerët real kanë mbetur pa mbështetje.